Ish uzina mekanike në zonën B të Poliçanit do rikthehet sërish në funksion, të herë për prodhim lëndësh plas se për përdorim civil. Kompania Explochemi Industries ka nisur procedurat për t'u pajisur me leje mjedisore për zhvillimin e aktivitetit të prodhimit të amfos, një përzierje eksplozive e përdorur kryesisht në miniera dhe projekte infrastrukturore. Sipas përmbledhjes jo teknike të projektit, aktiviteti parashikohet të zhvillohet brenda ambienteve të ish uzinës, objekt që më parë ka shërbyer për prodhimin e lëndëve plas së ushtarake si TNT dhe municione të tjera. Kompania ka lidhur kontratë qiraje me Bashkinë Poliçan dhe synon instalimin e një linje prodhimi brenda godinës numër 202 të kompleksit industrial. Projekti parashikon prodhimin e amfos për përdorim civil, e cila sipas dokumentit realizohet përmes një përzierjeje fizike të nitratit të amonit me naftë, pa procese kimike shtesë dhe pa çlirim gazrash apo mbetje anësore. Lënda e parë do furnizohet nga kompani të certifikuara ndërkombëtarisht, ndërsa produkti final do të synojë të zvendësojë një pjesë të importeve aktuale në sektorin minerar dhe të ndërtimit. Shoqëria argumenton se prodhimi vendas do ul kostot për kompanitë që operojnë në miniera, gurore, hapje tunelesh dhe projekte infrastrukturore, duke sjellë përfitime ekonomike në nivel lokal dhe kombëtar. Në dokument theksohet gjithashtu se produkti nuk do të magazinohet në gjendje eksplozive dhe prodhimi do të realizohet vetëm sipas kërkesave të tregut, çka sipas kompanisë rrit nivelin e sigurisë.